garën e fundit dhe ike, kujt i kam besu në fund e pash. Përqava, por nuk të mallkova, nuk e prita që vjen darja, nuk e meritova. Shumë e lehtë për ty, për mu shumë e ron, tjetër kujt zemrën me ja dhon. Shumë e lehtë për ty, tjetër kujt zemrën me ja dhon. Si cigarën e fundit në pike, si cigarën e fundit dhe ike, ti kur s'më pas ke dasht. Si cigarën e fundit në pike, si cigarën e fundit dhe ike, kujt i kam besu në fund e pash. Kujt i kam besu në fund e pash. Kujt i kam besu në fund se pash. E pash. Zonja të zotrim, sa të nderuar një mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajën në Odeon. Mirë mbrëma na em, mirë mbrëma, Zonja të dike. Mirë mbrëma. Besimi është i mirë dhe duhet besosh. Absolutisht në çdo kontakt të parë ne duhet hyjmë me besim. Përndryshe nëse nuk kemi besim në vetvete, nuk kemi besim në shpirt, absolutisht asnjë veprim në jetë nuk do ta bëjmë, sepse do të dilemojmë pafundësisht dhe gjithmonë le t'ja lëm palës së kundërt që të konstatoj e të na japi të vërtetën edhe atë realitetin se janë ata që e thyen besën apo jemi ne. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë. Jemi në sheshin fjalës së mire, këngës së bukur. Jemi këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Dhe në këtë weekend do të kemi shumë çka të bukur, do të kemi këngë, humore, debate, do të kemi mysafir tepër të veçantë që na sjellin përvoja shumë të bukura, të veçanta, si pista të mundshme të rrugtimit ton të suksesshëm në vazhdimsi në jetë. Edhe këtë javë, se ne sikur e sumojmë javën në përgjithësi, e kemi kalu goxha në ethe, sepse ata që i kemi zgjedhur, e që fillimisht janë zhagit në për tokë, tu na kërku votën, tash janë bë pronar të asaj që është jeta jonë. Edhe ata vendosin çish dojnë vetë, jo çish na kanë thonë neve. Nuk është për me dua trokit. Po dua trokit. Absolutisht. Vetëm një gjë, le të jeni të vetëdijshëm ju që keni fituar të drejtën të jeni prezent në nivelin më të lartë të legjislaturës në Parlamentin e Republikës Kosovës, se duhet silleni konform kushtetutës, konform ligjeve, konform kërkesave të këtij populli që ua ka dhënë votën. Të këtij populli që shkaku juaj renditet me jetën e vetë, me kualitetin e jetës vetë, në fund të Evropës, me shkakun tuaj, absolutisht. Kam polemizue, si ku me pas dojnë parlament, a ke popës në sejnë në kështë do të tonë apo ja dorhesje, apo ja dorhesje. Hama në shkru dorhesje nuk pranaj të shpia. Ecim tutje. Shifeni, këtë skenografi tër glamur, këtë glamorozitet dhe këtë gjithat glamorozitet, edhe dëshirë për jetë të bukur në shpirtin tonë, ju s'mund të na e theni, as mund të na suprimoni të drejten për ta shijuar atë. Do ta bëjmë vetë.
Step by step, hap mas hapi. Hap mas hapi. Në këtë skenografi tër glamur, jemi të gjithë bashkë, jemi autorë dhe kreatorë të spektaklit tuaj Odeon. Me shumë gjëra të bukura në vikendin tuaj, në këtë të shtunë, e që nesër në mëngjes të dielën, sigurisht do të keni edhe një mundësi tjetër të bukur që të na ndiqni, kurse ne do të bëjmë çdo gjë që kjo pjesë e bukur që zgjat mbi 2 orë apo dikun 2 orë, e që quhet Odeon, të tingëlloj sa më mirë tek ju në shtëpi tuaj edhe kudo që të jeni në të 4 anët e botës. Na e ma të falenderoj edhe unë personin e cila po kujdeset për veshjen time, ama Leon. A është veç vetë një, a janë 2, Është një. Se 2 për i shoh që po vinë. Po vinë 2, ama është Meliza Zeqiri, të cilën e gjeni në rrugën Muharrem Pejza në Prishtinë dhe mundeni me kontaktu në numrin e telefonit 044 123 940. Bukurosha, a kime knu sonte, a një sfilat vogël? Unë mese dhe Lorës Se unë pëlqej shumë E njëjta shtëpia, po jo? Po, e njëjta shtëpia. Shumë dua trofitje. E kush na ka rregullu? E kush na ka zbukuru? Saloni i grimit, jo ndullimit, po atje veç me shkue. Merr energji pozitive. Merr energji pozitive, të zbukurojnë juve nuk se ju bëjnë. Edhe, po dhe neve na japin një dorë bukurie, sepse Agonita merret edhe me mu. Agonita herë, Agonita Sogojeva, fushë të. Sa ta zgjasim më shumë? E bakarrojmë punën. Vim tek ajo, pa humbur kohë. Do të vinë vazhdim ato që na sjellin për çdo javë gaz. Besa edhe lumturinë në shtëpi tona, me satiren, me humorin e tyre. Artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja! I kriqesha. Sa merë sysh I të utës të qaqë. A peshe një veç. A I keni lënë zemrën ata? Po keni frikë që po shkon opozit? Hajt ma mirë pa zemra. Se zakonisht ishi me zemrë dhe unë më nesha që po plotësohen. Unë e kom zemrën ma të mirë, qëre. Edhe zemrë, edhe kra. Që? E po me shqipojnë zemrë. Ku I thash Hyrës, oj Hyrë, bë në gati se po vi me të marë për shkojnë atikën. E quva, e shkova, e përit na im, që shtoj një farë fjoli shpas dek njoni të prit. Qashtu në keshtu dek të prit. 2 sahat. Kur dikur ma në fondull, qka u vënuve mëri që ka të shumë? O na e mune me këry, kom rëmë 8 tjastokit. Pave 2 sahat. E mora me kere unisëm. Oj, Hyrë, mere me men që ndodhi. Një këshi jemi kur nuk e lanë kjerën e vetë. Kur bre, ju kish bo më zvetë. E të marrë me gishtemin e të shkojmë plëhën dritarës. Tja shkruj, a ka mundësi me mla? Njësër na e mune klap, kërë një letën kërë temin. E marrë lëgjoj, për thët, s'ka problem këj shike kur dush, veç hajde ti se me gjithë qeft loj. Eli me, kom zbulu diçka. Qka shtu? I kom mëron fije. Voja është ma e vjetër se pula. A e di pse? Pse? Se voti hojna për kaftjall, pulën e hojna në drejt. Zëtë mina që po kur për ushqim. Që po hina në qatë marketin që aty, blina diçka të marë me vete se po të shkujna në katën e po të kënosh me pak. Po kur ma mirë s'ki folë mëri, kur ma mirë se pasha zotin. A e dim bre që krejt po shkojnë dika. Krejt, veç une po ju shkoj nerva atënve të mire. Po për pas tanave, veç po ju shkoj nerva. U qova une kishe me qitë qaj, e pja bëj burrit tëmë. Tash qëfar që oj pëdon, sa i herë për ashtu herë kështu? Po. Qërë ma qërën që të ma qojën. E këqyra.
Tash po m'vje shumë keq, qaj bajat nuk kam. A ki jemi, po më thotë mu. Zemër me bu pahiri. Jo, që na i sen, mës me na. Po. Që pahiri po thama, den, po thama Po. tash. Me bu me thonune, po ndoh na pejteje. Qa kishe bo? Tash kur gjot kisha qitë në gazet. Po. Ta pse, qa kishe shrujt? Vërimi nesër në ora 10. Asja kishe foli, qa? Pa qysh jo, mëj se Rahmet Liz duhet krejt mi a fol, mëj. Tu fund kena haru, për çka kena hi edhe ku kena hi. Ajde ndugoj mi marë senet, qysh kena hes, kena mërit e vot. Pikqyri vot, 4 euro. 4 euro vot. Shumë shtrejt, bre, i pas këtë qëto vot shumë. Po ta ti zoj, tha peshe qysho situata në përbot, jo lufta, kadel. Kadel qëfar lufte? Ta shti këticat e pullave apimon në Pakistan, në Ukrajina, ku? Hajde po vute. A une, të afru të specat. Bë. 6 euro. Ha, Thash, jo, ti, vetë speca, a ki? Tha zuj, tha qëta janë. O, jo, nuk po du specat mësht, vetë speca. U kiva, ka gjothi, shkam me po 10 euro gjothi. në kajmak, që atë. Tha shumë shtrejt, bre. Tha ju zuj, tha nuk janë shtrejt, tha po ti kë ke martu leksht. Tha shune leksht, a përshë qatë gjipin qatje? I jam jashtë. E djathin e lire, Ljufi. Hajde mëri kulli, thash, e të shkojnë në katon, se atje të natë mirat i kem. Vot katonit, djatë shpis, specat bashqës, të natë mirat një Allah që i ka qu. Plus jënë badihava, jënë malirë. O, ja ki bo si burë jap. Pja bëj, oj zemër, qysh kishe jetu ti pa mu? Po, Tha shumë ma lirë. veç ki du të mi thonë ati burrit tënë që dosti jam, Ernesti, thët, paraja mund të blej çdo gjë, por jo edhe të rahurat e ngrohta të zemrës. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në Odon, në sheshin e fjalës së mire këngës së bukur, ku njerëzit vinë nga të 4 anët e botës dhe na thonë gjëra të bukura, na sjellin përvojat e tyre të veçanta. Sot kur udhtojmë kudo në përbot, takojmë njerëz të suksesshëm, që janë krenaria jonë. Takojmë doktora, takojmë profesora, takojmë sportista, takojmë këngëtara, i njohim, i shohim, i prekim, për plot prej atyre edhe i njohim rastësisht. Takojmë edhe kryetar komunash, takojmë edhe deputet. Një e tillë do të vijë sonte. Ajo shkoi që e vogël, shumë e vogël në Suedi. Por sot vjen në spektaklin tuaj këtu, në këtë shesh, për të na thënë gjëra të bukura si kryetare e një komune në shtetin e Suedis. Zonja e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja e nderuar Delta Krenzi. Se po hezitoni, po unë shpejta, me të pëlqen karrike? Po të presi ti. Po ti e kryetara, ata kryetarë ti kanë qef karrike? Unë kam qef barabarë. A barabarë? Me bo me ardhur në vizit atje në komunën tuaj Avesta, ishte kështu Avesta, se kam thonë keq, edhe me pretendu me u bo bile nën kryetarë, nuk e ki problem, a? Jo, mirë se vjen. Mirë se vjen. Ju jeni kryetare e komunës Avesta, një komunë afër Stockholmit. Po. Që sa vite?
Viti I tretë është A tash. viti I tretë. Po, Sa vjetë gjatë? 4? 4, A, po. 4? Po, edhe një vjetë, me thonë. Edhe një Kam tani vjet? zgjedhja 3. A zgjedhjet e reja? Po. Në zgjedhjet e reja pretendon edhe herë me kandidu? Po. E kemi fillu bisedë simpatike. Po si kur të zgjidhesh edhe herën e dytë, I bën 8 vjet pastaj. A kemi pretenduar si kur taton të edhe hera apo ja? Nuk menoj aq A larg. nuk menon as larg. Blerta Krenzi. Ky është mbiemri I babës, a? Po. Krenzi, a ke pyet babin, çka është ky mbiemër kështu Krenzi? E kom pyet një herë, ka thonë se është ka Shqipëria. Nga Shqipëria! Për ndryshe kur flisin atje, prej ku ti rrojnë? Prej ku ju thu? Prej Kosovës, Prej normalisht. Kosovës? Po. Amo, Lipjan? Po, Gadime? E Gadimes, po. Komuna e Gadimes. Lipjanit. A ju Po. tregon që është edhe një shpellë shumë e bukur, e Po, rrallë, e mirë? normal. Ke shku shumë herë në shpellë? Disa herë jam kanë. A, po. disa herë ke Po, qenë? Disa herë. Edhe ju tregon me diçka dush më Kom pas krenuar. edhe shoqe, që kanë orë me vizitu. Normalisht se kena shku të shpella e Gadimes, se kam pa të gjithat. Edhe shoqet suedeze. Suedeze, po. Në përgjithësi. Si kalon si kryetare? Si është puna e kryetares aty në komunën tënde? Po, është një punë, mu më pëlqen, normal, ka Pëlqen? shumë obligime. Ka një herë është pak e vështirë, A ka një herë vështirë? po kështu mirë apet. Shkon çdo ditë me orar, me? Po. A ki shofer? Jo, nuk kam. Vetë shkona? Vetë këtë do të me shku. Këta tonë të kretë kanë shofera? Në Suedi, në komunën tam nuk është ashtu. Si një qashtë pasun ju me pas shofera? Nuk është veni, nuk është kultura. Sa bukur e ke thonë. Ti ke fillu shumë më herët këtë aktivitet, po flasim edhe pak për kryetarin. Po. Çfarë problemesh trajtoni si komunë, edhe ti si kryetare me I ke asamblistat apo? Po. Ata deputet e qytetit Po. Miquj. Janë shumë? Jena 41. 41? Po, parlamentin e lokal. 41. Partia jam I ka 18. Sa? 18. 18. Po. Ku ki ma shumë? Ose me madhja? Po, na jena ma madhja. Sepse ju jeni partia. partinë social-demokrate. Po. Edhe jeni antare e kryesisë në region aty, a? Është e vërtet, po. A I regiona hyn edhe Stockholmin të? Apo? Jo, nuk është Stockholmi. Është Dalarna regioni i madh? quhet. 15 komuna jena. A, 15 komuna. Po, komuna jam është e 4 ma e madhja. A, 4 me madhja. Po. Nuk e pas në bashkë në vogël. Jo, Dhe 4.000 deputeti ke, dhe ju trajtoni problemet, po juve si kryetare shkoni për çdo ditë dhe a I keni ata drejtorët e sektoreve, apo? po, normal se kena. Do me thonë unë si kryetare kam një organizat që shkrit për nojnë për mu, për partijen Po. tonë, për pyetjet që kena na. Edhe, çka shikoni? Për çka kujdesini? Për rrugët, për... Po, rrugët normal, e kena për shembull shkollat, ham për fëmijë, edhe ata të rritur. Shkollës mesme. Po, edhe është shkolla për të rritur. Edhe për të rritur. Po, I kena për shembull shtëpia të pleqve për minimu atyre. Edhe ato I trajtoni? Po, socialin e kena, do me thonë parkut, rrugët. Qerdhet të fëmijëve? Edhe ato, po. Edhe ato? Po. Parqet, rrugët? Po. Kanalizimin ujnë këto? Edhe ato I kena, dhe kena banesa normal që ka komuna. A dhe banesat, Po. se ka komuna banesa, Po. që janë të komunës, Janë të komunës, janë po. publike. Kush I shfrytëzon ato? Po, ata që jetojnë aves. Ata që jetojnë aty, po çfarë statusi kanë? Do me thonë janë njerëz që s'kanë ble banesa? Jo. Pagujnë qera, apo? Po, ata pagujnë qera. A pagujnë edhe, qera? Po. Po sigurisht pak më të vogël se ato private. Paka shumë janë njëri. A paka shumë, Po, paka po. shumë e njëri. Po, kanë kështu- kualitetin shumë të mirë të A komunës. kualitetin shumë mirë. Po. Pa, në Suedi kështu, kualitet shumë mirë Po. në përgjithësi. A ka segmente sociale për cilat do të kujdeseni ju? Po quj njerëz pa punë I trajtoni ju? Po, kena. Edhe ata? Po. Po njerëz të vjetër, këto moshat Edhe e ata. pleqërisë, Po, është detyra jonë. pensionistët, Po. edhe për këto kujdeseni? Po. Po, për të gjitha po kujdesi. Po, komuna ka rolin shumë të madh. Si po, të hyrat komuna, prej çfarë burimesh I realizon? Të ardhunat komuna, Po.
do të thonë, a është kjo qendrore, a prej Republikës ju vinë paret, apo i inkasoni vetë? Po, jo, po, normalisht është sa vetë jetojnë në komunë, Po. edhe sa vetë punojnë në Në komunë. komunë. Pi atuj tani bëhen tatimet edhe kthehen tani prapa te komuna. Tatimet edhe të rrogave, Po. Të shtëpijave sigurisht, të apartamenteve, banesave, edhe ato Edhe tatime ato krejt vinë, inkasohen. Po, edhe në fund, të me thonë, bugjeti i komunës Avesës është 1,7 miliard krona. 1,7 miliard krona, sa me euro sa i bjen? Gjona dikush të fenati. Se kanë fillu me qitë kër efekte këta Evropa, këto krunat s'pëna i pranë, për të më theni atje. Apo mos e keni bëj ju, Svedes të dhe? Po 1 euro është 12 kronë, besoj. A? 1 euro është 12 kronë. 12 kronë. Po. A din pse po më intereson? Se do më na dalë bugjeti ju më i madh se i Republikës Kosovës, edhe pastaj thoj nale blertën këtu let në animon diçka se munën me. Gjatë kësaj pune, a ke tentu ndonjëherë të bashkëpunosh me ndonjë komunë në Kosovë? Unë jam taku me ambasadoren e Kosovës, që është në Suedi, ambasadorja Geci Sherifi. Aja ka qenë të komuna jam, e kena prit me krejt stafun. E kena këtë tregu pak që shën shkolla që shpunojnë ana, jena kanë edhe të një fabrik e drunit, e kena tregu pak që për me marrë eksperiencë për neve. Edhe normalisht se kena full për bashkëpunim ma shumë. Po me komunën e Lipjanit, masi i kje tut kështu, apo në Shtafadili, babi ka shku në herë të kryetari, mi thonë, e kam qiken kryetara, do një mu vlaznua, mu motërzua, kështu bëhet. Keni mendu në njerë? Normal se ko mendu dhe dëshira është ato se me mujtë me bati shka bashkë me na i komune Kosovë. Sidomos... Po këta tonë të pranojnë me njëherë, veç a pranoni ju? Po, shpresoj se mujna me bati shka se bashkur. Tash në Suedi ka dhe shumë nacionalitetet tjera që jetojnë. Atë strukturë nacionale, a ki ma shumë suedez jeni, sigurisht të shtri. Ma shumë suedez. Shqiptar ka shumë pak në komunën Avesës. Ka njerës prej vena tjera. Prej vendeve tjera. Po. Po si filloj kërë rrugtimi të në politikë herët? Po. Të nisemi këtu. Juve keni studiu juridikun. Po. Po dhe kriminalistiken. Ashtu. Aty bashkë të dyjat për njëherë, apo njëherë tjetër? Jo bashkë, se bashkur. A bashkë? Po. Kër jam kanë në shkollë, e kum pas mundësit me zgjedh po dy, atë dhe mujta me arrit. Të qenë zonë se mirë, sigurisht, për deri sa ke... Jam kanë okej, jam kanë regull. A në regull je kanë, e? Me kry kum kry, pa problem. E pas ta e zjove këte? E zjove me dëshirë? Unë kum punu në polici, para sa me anis në politikë. Sa kështë mbaru në polici, po si juriste? Hetuse. A si hetuse? Si hetuse, po. Do më thonë, a bon pjesë, a mund të thojme kriminologe, a kriminalistik? Kriminalistik. Kriminalistik. Po. Do më thonë, juridik me kriminalistik. Po. Edhe si hetuse, ha? Po, si hetuse. A ke qenë vështirë? Ka ne herë, po. A ka ne herë, po? E lyp puna ka ne herë. A e lyp puna? A sa bukër e këtë, pa me lyp puna ka ne herë. Edhe, pastaj? Edhe... Pastaj me babi, si 5 vjetë kom punu në polici, po, dhe unë edhe babi jena shuk ngusht, edhe të ba debate shpesh, edhe babi ke aj që shta, pëse s'po interesohesh në politikë. Mu merë pak si ide, nuk e kisha ide në vetë, do me thonë, po të full me babin e babi të thonë. Ka i se kike që mirë, është, me menu. Po, tu full me babin e sa në shkova njëherë të partija, me marë pjesë, me këqysh ka është, dhe kolegët e partijet mu kam prit për mirë, mu kanë afru, edhe shumë, kur janë nisa shumë mirë shkoj. Të pëlqeu kjo që? Po. A u duke, fillove me fol, me diskutu, se do tjetë rrugtimi sukses në politikë për me të bo kryetarët komunës? Po, besoj se kur janë nisa partia mu më ka afru, për shembull ka pas disa aktivitete, dhe mu ka pyta mund të mi majtë këto aktivitete, ja kom kry punën. Që kanë qenë? Atë kujto? Po, të li fare, ka qenë organizu debate, ka qenë me shkru artiklar për me qute gazeta, ka qenë me bashkru kolegët që shionë në parti, për shembull, kur ka nevoj ata me pana i diskutem me sene. Disa detyra junë ka. Kjo është Partia Social-Demokrate e Suedisë. Po.
Më the se është partia më e madhe Më e madhe në Suedi, po. në nivel të Suedisë. Po, në nivel të Suedisë. Si e ka menduar që duhet jetë një parti tjetër, se këto socialdemokratët anojnë pak ka majtas dhe u befasova për mirë që socialdemokratët që kanë edhe sidomos masi jeti aty, kështu. Po, Partia Socialdemokrate në Suedi është një parti shumë e fortë dhe ka qenë në disa vite, do me thonë, ka punu tepër shumë për me arrit shkolla për të gjithat, për me arrit sigurim. Do me thonë, për mu ka qenë aja parti që për fillimet e komunisë se është për mu, po. Edhe kështu step by step, të propozuan për kryetare, apo dole vethe, unë do të konkuroj për kryetare? Jo, partia, njëherë jëmë ba këmi me një bord për ambient, për shamu, tani jëmë ka në bordin e mësimit, jëmë ka në kryetarja parlamentit, tani arpuna për mu ba ishe kryetare parlamentit komunës, a? Po. Po dhe kjo... Kjo e janë zakonshme, jo është paskesh, paskesh, gashtirë, kështu më... Edhe shumë mirë, do më thonë, ambientin, arsimin, dy gjëra, plus shqiptare, kjo mirë, të ambientit, të arsimit, dhe kryetare e parlamentit. E parlamentit, po. Kemi problem që të ditë sun për zjedhim kryetare në parlamentit, apo na vjen? Nuk besoj se... Njëherë jo, a? Nuk besoj se one jo maja. është jam pyetje komplekse. Ka nevoj me bashkëpunu për me tjetë një skidhje. Nuk është pyetje komplekse, mundet me qenë përgjigje ma komplekse. Që, mundet me thonë, vallaj shumë ma letë e bëjnë Suedi se këtu, a? Edhe Suedia i ka problemet të A i ka vështërsi. Po, normal. Në çfarë vështërsish has kështu në komunë? Po, dëshirat në komuna janë shumë të moja, bugjeti nuk është që madh, do me thonë të gjithë do të me ba prioritete, gjithë do të me zgjedhë shka me ba, shka mus me ba, dhe normal se ka disa sane. Kush i përcakton këto prioritetet? I përcaktoni bashkë me ata drejtorët që i ki, sektoreve? Ma shumë me kolegë të politikës. A me kolegë të politikës? Na vendosëm cilat prioritetet do të mi ba. Po ju prej 41-18 nuk du, po veç, pasi e kryetare me të politikës njerë. Po, me politikës. Pastaj tani tregojna drejtore, se që shto kena marrë vendim. Arsimja, është... Që të vendime kena marrë. Çështjet publike. Po, normal se çdo mënyrë do të me ba në parlamentin e komunal, ajo është live, e krejt marrin vesh që shpo diskutojnë farë vendime për jo marrëm. Qa e për cilë edhe në televizion lokal aty? Live bëhet? Po, në Avesta e kena 2 gazeta lokale, e kena radijen për regional edhe televizorin për regional, po normal se vinë shpesh me marrë. Kush i financon ato? Ju? Jo, janë private? Do janë private, do janë nga shteti. Nga shteti? Po. Atë njofin qytetarët, etnive tjera, kur po kalon kryetarja, si e kryetare? Po, normal. Çdo herë se dal jashtë, gjithë takoj dikon që shikon një pyetje, ose ka qef me pyeti shka me vete, shka me ba diskutim. Pse edhe këtu, edhe në rrugë, i pranon pyetjet? Po. Normal, unë jam me poplit, do të me fol me popel. Po me popull? Po këtu do të me shtru emnin edhe afrasin, ma nga 2-3 mujve. Interesante kjo. Po, a ki ditë të veçanta takime me qytetarët për hallet e tyre, apo? Po, normal, kur ka pyetje ma të moja, pyetje se do të me ba diskutim, ajo është diçka tjetër, atëherë tani do të me pas procesin për me marrë vendimin. Shkruhen këto. Po, për shame ku je në rrugë, kur ka qef dikush me ba një pyetje të vogël, ajo është ma ndryshe, normal se kini pëset shkurt. Në cilën mo shkove në Suedi? I kom pas 3 vjetë kur kom shku në Suedi. Po. A man me nisen? Po, do sa në të vogla i moj man. Vërtet? Po. Qka i thu Fadilit? A i thu ndë njëherë shumë mirë ke bo që më ke pru këtu, apo... Se jam i bindur që ta një jetën me Fadilin për babajnë po flasim, që e kemi edhe këtu edhe duar për fasit. Që ta një jetën, sa të njeni? Na jena 4 fëmijë, unë jam madhja, e kam tani motrën, Mimozën, edhe vllazni jam Muharremi Kushtrimi. Muharremi dhe Kushtrimi. Mimoza edhe Blerta. Me madhja, Unë me madhja. Blerta.
jam I bindur që tërë jetën nëse ka pas një presion në kuptimin pozitiv, ka qenë kjo që Blerta, shqip flasim në shtëpi, ha? A ka qenë kjo? Ka I kemi thonë herë, babi na ke lodhë se na 24 orë flasim suedisht. Jo, na kena pas, jena kanë shkollë gjithë ditën, jena kanë për puna, kur jena këtu të shpe, u kanë normale me full shqip me mamin e babin. Si tregova ma herët në Avesta nuk ka pas shumë familje shqiptare, do me thonë veç në familjen tonë kena pas atë mundësin. As ka pas shumë familje të tjera? Jo. As tani s'ka? Jo, as tani nuk ka. Sa mund me kanë Po si keni shkue ju, të ka tërgu babaj, si shkut në Avesta, qysh përfunduat atje, apo ju mas në I loj azili ju caktuar aty? Po, qashto. Kur kena shku Suedi, kom pas 3 vjetë, me thonë, tani mas 2 vite kena orë në Avesta. Ato kena gjithë një banes, dhe që ato na ka orë mundësia me jetu, edhe na ka pilqy tepër pi fillimit, do me thonë kena gjithë banes. Si kujton fëmirin? Shumë mirë. Kur kena orë në Avesta e moj menë se ju kanë do thmi të lujt jashtë në bërë, edhe për shamë dhe në nala I përshëndeta, edhe mine herë thanë hajde, luj me neve. Dhe shumë letë që që kena gjithë vete në Avesta. U inkorporut shpejt, ha? Po, tepër, shumë shpejt. Po prindrit punonin? Po, punojnë dytë, ham mami, ham babi. Vazhdojnë akoma, ha? Po, halo. Si kryetare, s'pëjtu rrini këtu se tashi, ose m'jau gjetë një punë? Besoj se I pëlqejnë punët aty. A I pëlqejnë punët? Po. A mos ka qenë se dhe baba I ka studiu juridikun edhe I ka metë pengë në zemër që se ka mbaru në Prishtinë. A ka qenë ai dikusi që të shkosh me studiu? Po si tregova më herët unë baba jena shumë afer, do me thonë unë ma shumë kom najt me babin. A I shok, ha? E kom shok normal. A I shok ngusht, tamam? Shumë ngusht jena. Ja, shumë mire që jena me njani tjetërën, e normal ku ju mrit, me babin kom najt, me babin e kom gu, edhe normal se pak kom shku si babi si une. A si babi si une? Edhe babi dhe mami në pafënsi, në kokë, ua kanë bajt intensivisht në mbamendje faktin që jemi shqiptar, jemi nga Kosova, Shqipe, të gjitha këto. Çdo verë marë Kosovë me nej. Çdo verë marë, këto kisha pyetën, keni arë çdo verë, a? Po. Mame e babe gjithë na kanë pru në Kosovë, këto Kosovë kena normal familjen, na ka pëlqy pëse na kanë thmi. Kur qëndroni atje, Po. Tash edhe në bashkë vite, po për kanë mërzitesh më shumë, kanë dhe ke këtej në Kosovë që... Këto mërzita ma shumë të për migjen. A për migjen? Po, migja dhe babi janë vllazni shumë të ofër normal dhe rina shumë me migjen kër janë këto. Po. Po kështu shok, miq, ke kriju të përhershëm që kur vjen çdo veri takon, apo plas aty... Po. Me kojshi, me kushërime... Ashtu, po, normal e kena... Kur jam rrit, kur jam kanë ma e re, kur ku marrë, jam kanë shkollë, më ka ra me shku disa herë me qikat migjes, e normal se kena pas do shoqe ato. Tash ku jena rrit pak ma ndryshë, është normal, po familjen e kena shumë këto, shumë të ofër për shamull, e mirë është. Familjen ka babi dhe ka mami, me përbëjnë babi, mami dhe ju 4 fëmijë. Po familja jote përbëhet prej? Po unë jam e martuar në Voshtre, do me thonë burri jam Besimi është ka Voshtria, edhe aje ka familjen ato, sidomos kur vina dhe atje rina. Tani kena edhe një djallë, Elton, Eltoni ka 3 vjetë, është edhe pak I bon kafë, edhe me thonë... Po flet? Po belbzon? Po, edhe... Kush I gëzohet më shumë belbzimit tina? Fadili? Apo si ka emnin nëna jote? Më falë se... Halime. Fadili e Halime a gëzohen ma shumë? Gëzohen të dëtë shumë, po. Jo do të me pas rastin tash me falenderu pak mamin e babin, se në animojnë shumë. Sidomos unë tash kur jam në punë, punoj tepër, do me thonë se shpesh herë mami e babi më nimojnë, po ashtu edhe burri më nimon tepër, edhe normal motra vllaznia, po edhe familja burrit, edhe ata kur kanë mundësi, po më përkrahin më nimojnë, do me thonë se suksesi im është suksesi I ty nëse s'kisha mujt me bap ata. Kur je banu se a je vesh me këto robat kështu? Jo. Jo? Jo. E dorën e u ke marrë vjehrive apo... Kur ju martuan u kanë pandemia, korona, e do me thonë s'kena mujt me ba asni... As mujt me ba diqka kështu fest më... Jo.
Mire, tash, po kur hyn, për shembull kur hyn te vjerria, Po. a thojnë hajde kryetare apo të thojnë hajde nuse? Besoj si përdorin ashtu të dyat, po ja, Ato dyat? Po, shumë mirë më presin, shumë mirë. Blerta, vërtet është krenari, është mrekulli që të kemi kryetare atje në Avesta se ti ke qenë e re dhe ti e din shumë mirë që si komb kemi kalu me në vështërsi tepër të mëdha. Edhe bashkë më bën përshtypje kur flasim për vështërsitë, për luftën, për lirin, për gjakun që kemi dhe aq shumë. Të pyesin ndonjëherë suedezët ato për gjendjen në Kosovë, për situatën, për të kaluarën tënde, për historinë, ju flet? Unë kur jam bë kryetare në Avesta, jam kanë kryetarja më e re në historinë e Avestës, po jam kanë edhe kryetarja e para se kryetarja më e re në historinë e Avestës. Po, kjo me dorë trokit. Po, më e reja jam kanë. U ka një gru më herët, do me thonë unë jam gruja e dytë në post. Edhe ata burra, si na, kryetar. Po. Edhe e para herë se është një kryetari që shka lindja shtetit Suedijes. E do me thonë se normal se ku marrë shumë pyetje. Nga je, kur ke ardhë, qysh është, shpesh më mbjanë me folë për Kosovën. Shpesh të vjen me folë për Kosovën. A ishte të është tregu tepër mikpritës me ne, po ka pas një periudhë kur edhe s'kemi kriju emër të mirë. Tani, sigurisht, ju mburreni për emrin tuaj të mirë edhe për plot shqiptarëve të suksesshëm në gjithë Suedinë, sigurisht. Njef dikand i takon flas doktora, profesora, nivele une e kam një doktor në Göteborg. Okay. Ai është Strugan, Imrit Demishaj, është neuropsikiatër, është nështë një vjetë më i vjetër se unë, po e di që ka edhe përplot, pastaj edhe përplot të tjerë. I takon, i njef? Po, normal se ka herë më vjen rasti me shku për shembull në Stockholm, që është, ato ka shumë organizata të ndryshme, dhe takohum. Dhe si thove vetë, ka shumë shqiptarë që kanë arritë shumë sukses në Suedi, ka një herë kam mundësi mu taku me ta dhe mu vjen shumë mirë. Na the, vjen në Kosovë çdo verë, në tashi se mirë, edhe burri, ky vushtërialia. Kur vjen, ama shumë rrinë vushtëria në gadime tashi, që e martu. Po familja... Shiku ishtim hund na shqiptarët, me pyet edhe këto detale. Familja jam krejt jetojnë bashkë me mu në Suedi. Familja burit janë këto në Kosovë. A këtu janë? Po, e do me thonë se na bjanë pak ma shumë me najtë vështre kur vina. E ku e gjete, si the ka besim, a? Besim, po. Ku e gjete besimin? Besimin dhoni jena taku ku jena kanë 2 pushim këto në Kosovë. Po, se dhaj ka jetu në Suedi, po jena taku këto. A në Kosovë? Po. A përse sa bukur është me anë Kosovë? Te për mirë. A ka burrin e gjenë, a? Po të pyesnim, a ke mendu ndonjëherë, a do të kthehesh në Kosovë me jetu? Po, disa herë ku menu. A ke menu disa herë? Po, normal se ku menu. Mu gjithë më ka pëlqy Kosova, si tregova ma herët, kena është do verë, kena familjen shumë afër, do me thonë se nina shumë mirë në Kosovë. Kur e ke menu, e ke thonë? Po. E kanë dëgju Fadili? Po, e ka një edhe Bobi. A Bobi e kanë dëgju, a? Po. Edhe ma i lumtur. Po, besoj se ka mirë. E bonëm një kompromis kur jam ka në shkollë. Jam ka në Tiranë, kum najt, kum ba një praktik në Bashkimin Evropian në Tiranë. Sa ku? 6 muj, kum najt. E do me thane bonëm një kompromis e mujtë të marrë një kohë shkurt me najt. A ka kalbun Fadili që ati dikur i ka flasë zemra me pave të televizor Shqipnin, se lëne mo, ja pas ka realizu një dëshirë babit me punu 6 muj, mrekulli, a? Po, e normal Bobi ka mu ka vizitu, edhe u kam bashkë me mu një kohë. A tha që djali ka bo 3 vjetë, do të vazhdoni kështu, si babi, nja 4-5 bilim? Nuk i dijet, nuk e di? Nuk besoj se 4-5 jo. Kryetarja s'ka kohë shumë. Për momentin e kena Eltonin dhe... Besimi çfarë punon? Besimi punon me izolim. Me izolim? Po. Mirë shumë. është profesionist i asaj? Po. I asaj gjëja. Si kryetara, mund është me a gjetë në i punë kështu pak, që atje një ndërtes. Po, a je me që me ka gjetë punën vetë. A ka gjetë? S'kum pas nevojë, ne?
Je lumtur për këtë që ka realizuar deri më sot? Nuk je pishman kur gjë, Jo, kjo është një sen e madhe me mujtë me pas këtë post. Normal se është pak e vështirë, nuk është e lehtë çdo ditë, po apet kur nona kanë herë me menu se shka ku marrit nina shumë mirë, se është e vërtet është një post shumë e madhe dhe po mësona çdo ditë, po moj me bën ndryshime vet, po moj më angazhu, është një punë shumë e mirë. Po e fillojmë një iniciativë bashk. Okay. Me ju vllaznu Avesten me po thëmë me Lipianin me që Gadimja është Lipian. Po. Edhe pas që kryetari e ka pas një takim me babin, Po. kryetari i tanishëm që është. Po. Edhe është një kryetar që e di që punon shumë, që është shumë i përkushtuar. Edhe pastaj me na ardh këtë komuna juaj, vllaznonu atje, po me na ardh musafir në odën të gjithë bashkë. Ofertë mirë. Ofertë mirë. E vjetam. Ishte mrekulli që kisha musafir. Bile kam prit moti prej që kemi komunikuar, kemi kontaktu. Unë mendoj që na ke thënë gjëra shumë bukura, po mbi të gjitha na ke pru një copë të madhe krenarin neve shqiptarve që një vajzë tonën të suksesshme në jetë e kemi kryetare të një komune në Sëdi. Faleminderit shumë, faleminderit për mirëpritje. Ishte kënaqësia jonë. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu bashkë në Odeon, në Radio Televizionin 21. Do të vinë në vazhdim një personazh tepër i veçantë. E kishim pritur ka herë. Është interesant se në për epokat e jetës disa njerëz bëhen vula të qytetit, të vendit, të profesionit. Ata njerëz vërtet kanë çfarë për të thënë, sepse kanë thënë edhe i kanë dhënë shumë këtij vendi, këtij atë. I tillë vjen unë më pëlqen t'i them profesor i nderuar, se është profesori në Lamie, ai është jurist, ai është atlet, ai është sportist, ai është zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë zotri Idris Humolli. E profesorin nderuar, po më pëlqen me thonë profesorët. Faleminderit. Sigurisht të gjithë ata që i përgatit në botën sportive, profesor të thonë, ha? Kryesisht. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Si je? Mirë shumë. Kur ju anonqova thash, janë disa njerëz që bëhen vula të qytetit, vula të vendit. Edhe unë të tillë të njoh. Bile kur jam bë me njoft në Prishtinë, nëse kam thënë ky edhe ky, kam thënë jo veçun. Edhe i gjithë qyteti kemi thënë, është edhe profesori, atleti, sportisti, krenaria jon, juristi Idris Humolli. Faleminderit shumë. Juve në realitet ju njohin të gjithë, për këtë dhe keni shkruar, ju kemi parë edhe në ekran, për fat mirë është bë dhe film kjo gjë, puna juaj, jeni nga pionerët, apo me thonë edhe dallëndyshet e para, që e sjell një diçka tepër të veçantë për këtë vend, këtu e shumë vite më parë. Do të na tregosh kur të filloj me bisedu, bodybuildingun. Po. Një sport tepër i veçantë, që ishte raritet, rallësi, jo veç për Kosovën, po atëherë edhe për krejt Jugosllavinë, ndërsa juve e sillni në Kosovë me shumë përkushtime, me shumë punë, me shumë përpjekje, me vështirësi, po bashkë po du me të pyet, kur u takove me bodybuildingun si sport? Me bodybuildingun jam takuar në vitin 1967. 67. Në përmjet një reviste sportive, që është botuar jashtë Kosovës, dhe pe ati momenti, pe ati viti deri në aktualisht kur bisedojnë, unë kam qenë vazhdimisht aktiv. Ky kontakt ishte viziv, e pe revistën i pa? E pa është revistën, e përcolla, pastaj aty ishte shkolla e vogël quaj e bodybuildingut dhe përcolla deri në fund, dhe pastaj vazhdova deri në momentin kur ne po flas. Tash në atë periudhë ishe sportist? Në ndonjë lami tjetër? Po, isha, unë jë marrë edhe me atletik, jë marrë edhe me karate, gjeneratën e Isak dhe
Ali Ali Latifit, Latifit, që i përshëndesim. po, i përshëndesim se janë pioner të kësaj gjë, janë krenari e kësaj. na gjithë me osë të se, pastaj më ushtru jë marrë me ping-pong. Jam në kohën e Sabri Ashanit, kur ka ushtru Sabri Ashani. Dhe pastaj e kom praktisë ato, e kom praktisë dhe jem marrë me këtë sportin të. Edhe je rrit në atë mahallën ku prej akademisë e po thuj se çdo gjë, çdo segment është zhvillu në Është shumë e vërtet. në këtë mahall që quhet Është mahalla e Çeklikut dhe Çeklikut. Po, tash është natë Është përdorur edhe kacallarve apo? Po, dhe kasallarve, tash është ndërtesë është e Teatrit Dodona. Edhe është Dodona e quajmë, Po, shumë e po. bukur, a? Unë e kam Ma mirë qenë jalon shumë që temën kështu, dhe s'ja heqim fare. Absolutisht. Unë e kam në 200 metra shpinë të aty dhe ajo është shtëpia e pare imja e këtij sporti. Keni qenë edhe shumë emra ta asaj lagje, vërtet kur e mendon përplot nga ata bi fjala Lecin, kështu emrat njohur të botës së artit, të kulturës, të sportit, të muzikës, pafundësisht, apo lagja me thonë kryesore e qytetit. Lagje me shtëpia në Mund thuhet. mund thuhet në çka bane kur e pak të? U fascinove? Sigurisht që u fascinova dhe pastaj pas disa viteve për me shku, ishte dëshira unë dhe disa shok fillon me ushtrue në kusht të shtëpije. Dhe mos gjithë kusht shtëpije. Na komunikonim mirë, po ëndra ime fillimisht ishte si të bëhet një klub. Si të bëhet një klub? Absolutisht. Po që fillut me ushtru? Me çka fillut me ushtru? Fillu me ushtru me mjete jashtëzakonisht primitive, me druna, me hekra, me ato që bënin vetë me beton. Si ndërtonit vetë? Vetë si ndërtonë akon. Të merr është ajo tash kur i kam frafite dhe djemve ku ju shpjegoj dhe njerëzve nuk mund me besu dhe edhe është e arsyeshme për mos me besu. Edhe unë e kisha ato ëndër. Mirë po në jetë kom kuptuar diçka që në qoftë se një njeri i shef një ëndër, është shumë vështirë të me u realizu ajo. Po në qoftë se arrin që edhe shokët tina të shohin të njëjtën ëndër, atëherë realizimi është shumë më i lehtë. Sa bukur e the, do më thonë, ju edhe një grup e patë një ëndër të përbashkët. Të përbashkët dhe realizuar. Ti ishe nismëtari, po, ju ishe nismëtari, po, kush ishin të atjerët? Këta shok tu? Shqo, ne jemi janë disa që tash në qoftë se i përmeni me emna, unë kam frikë që A harron të njeri? E harron të njeri dhe ata janë meritorë, ata janë libër, janë film, janë në përmisione ndryshme, po mos t'i përmeni emna se vjen një na keq pastaj në qoftë se përmeni emna. A ishin kryesisht mahallës, po? Ata ishin kryesisht mahallës. Mahallës Ishte pastaj bashkangjitë në disa tjerë, po. Po, mas me rëndësi është me të tregu një element i regjistrimit klubit. Ne e formum klubin juridikisht. A e formut klubin? Po, e formum juridikisht klubin me kuvende, i bëm dokumentet. Jo, po unë e regjistrimit ishte shumë problem. A regjistrimit problem? Si e quajtet? Ata mas një 2 mujve kër shkova unë me marrë vendimin kënse se o kryje, se s'na leshin edhe thëshin pales, punot. Tha, ky klub nuk mund të regjistrohet sepse konsiderohet si organizat me karakter dyshimt. Pse? Dhe unë isha atërë edhe i ri edhe smjeresha me politika, nuk disha qarë karakteri dyshimt ka kjo. S'kerim s'kishte. Jo dokumentat dhe shko u ktheva në shpi. Dhe pastaj... Komunizm, diktatur... Dhe konkullësia ime dolin shesh. Ma 17 mujve mora lejer. E more, ma 17 mujve. Edhe si u qujt klubi? Klubi Atleti. Atleti. Po, në Prishtinë. Në Prishtinë. Kjo është klubi i parë. Ushtrën Teatri Dodona. Ku është Teatri Dodona? A ku është Teatri Dodona? E gjithë një na i pum jetët për shtëpive tona, që ato që i kishëm gjithë kush ka pak. Manufakturale, kështu, me dorë. Që kishëm punu vetë. Dhe aty fillum pastaj me punu dhe në vitin 1982 kalon në Pallatin e Rinis. Anë 82. Aty ku sot e kemi Fitness Prishtina, sot e kemi klubin A. Mirë, ky sport ka kërku ushtrime shumë intenzive, po ka kërku edhe ushqyeshmëri, nuk janë kushtet fort mira në... Këtë klubin, pastaj regjistronit të ri? Jo, klubi u regjistrua... Jo, regjistronit antar të ri, mendoj. Po, antar të ri, kemi pas 2 grupe, ka qenë numri i paracaktum, se s'kishëm edhe mjetës, kishtë... Edhe mundësi edhe. Mundësi edhe, kërgjo. E përmend të ushqimin, po... Logaritni 76, 77, 88, 10, çfarë ushqimi kemi pas na?
Ka qenë ata. Ne kemi pas një shok, sa kjo është për me qesh, po edhe nuk është për me qesh. Dhe ke Idrisi, Hakifi edhe nga 3 vetë që ushtojshëm bashkë, kur i hongshin 3 ve, një ditë, një javë u lapdrëshëm. Qatë që ishte... Po të është literaturë, ose diçka, me qëfar do t'i zhvillonit ushtrimet, ku i mësonit këtë gjë? Fillimisht për qësoj reviste. A pe revistes? Po, pe reviste dhe pastaj fillon me do disa bërshura në Zagreb, dhe une rosh në kontakt, se në vitin 1970, pastaj shkova në Beograd me pa kampionatin botnor. Bodybuildingut. Po, bodybuildingut, dhe prej atëherit i kom thonë këto më pak se 100 herë në për shkrime... Intervista, kështë? Dhe unë jam shqiptari i parë, edhe njeri i parë, çfarë do të thosh, që i Kosovës që më konë në të salë që kom po atë. Dhe aty, unë i kom dhonë këti sporti praktikisht vullën. Po shkove dhe sigarusa, po shkove vesh me pa? Jo, në vitin 70 ishte, unë e shkova me këshyrë... Vesh me pa? Mrekulli, qka është ajo? Sepse unë e kisha po në revista njerëzit e krejt, po ndësha me po safërme. Po tash veç intensifikohet puna ju, intensifikohet edhe përkushtimi njerëzve, a ju përkrahte dikush nga këto institucionet atëhere e panë si të rëndësishme? Po, bëvija për kulturë fizike nga ka ndihmue me mjetët e para, pastaj dhe filloj kampionati i parë mojtë vitin 1978. 78. 78 për herë të parë mojtë. Në 100 vjetorin e lidhjes Prizrenit. Dhe unë shpolla kampioni i parë dhe aty praktikisht i hapa dyrt edhe për gazeta, për media pak, isha pak ma i lirë me ju qas dikuj për në... Kampioni i parë i Kosovës atëherë. Po, kampioni i parë i Kosovës. Për me vazhdu, pastaj edhe 6 herë tjerë dhe kom përfundu karrierën me 7 tituj kampion. Po në nivel të Jugoslavis? Në nivel të Jugoslavis është në kampionatin e apër 84 në Kroaci, kam qenë vicekampion. Vicekampion? Po, edhe kampion në Sanxhak. Dhe aty pastaj është edhe një element që se ndejon të vitit 82. Vitit 82 është shumë e rëndësishëm për këtë sportin tonë. Unë në vitin 80 kam qenë kampionat shtetënor në Bashka Pallonk. Dhe ishte përfaqësues të krejtë republikave. Dhe përmes gjatë, kur ka mua rendje për me folë, thashë që unë e kam dërmen me formua Federatën e Bodybuildingut të Kosovës. Dhe njeni aty i Beogradi tha, lebe, tha, i brisht, tha, po, zote, tha, qa po flet, tha, kotësina, tha. Së mujnë, tha, kra, tha, Slovent me formua, bos, tha, kërë kështë, tha, ti për formua, tha, atë Federatën në Kosovë. Do mon, në qatë kohë moment, ishte vetëm Serbia ka pas Federatë. Republika tjera s'kan pas. Dhe unë arrita të formoj, të regjistroj, edhe i njëhtova të gjithë, ish Republikat Jugoslavis, dhe ata e kanë metë për menë. Dhe na jemi të dytë do mon. A rezistun këta Serbët, a rezistun, sepse tash i kishim pas demonstratat të të nishën? Jo, nuk rezistun. Jo, absolutisht jo. Vetëm u dofke kushtin me plëcu 4 klube, edhe nuk ka pas problem. Gjatë saj periude në gara ndërkombëtare, ke lëviz, ke pas mundësi? Jo, nuk kom pas mundësi, absolutisht. S'ke pas mundësi? Mas pari shkom pas mundësi financiare, e dyta, ose e para dhe mrama aja ka qenë. S'kim pas mundësi. Ne na menzi shkojshëm në për ishte Republika Kroaci, Sloveni, Serbi, Macedoni, o konë problem, o konë. Në realitet... Tash do këtë e qëdisme, po atëherë, po tash... Edhe në do farë kushtës gjysëm institucionale, me thonë, që kanë përkrasa, kanë... Po pastaj vjen viti 90 shumë a vështirë. Vitin 90 i vështirë, por për mua nuk ka qenë i vështirë, unë në vitin 93 botova librin e dytë, sepse nuk thash librin... 86 e kom botu librin e parë. 86. 86, bodybuildingu i cili ka pasi onë shumë të madhe, jo veç në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Veç bodybuildingu e ka pas titullin? Po, veç bodybuildingu se ka pas dvoj me llojet e ushtrime, mënyra e ushtimit, ushqime, lëndimeve dhe këtë pjesë tjera praktike. Ato që si kishe pas te, tash ja u bëjse të tjerve. Absolutisht. Dhe ky libër që e keni ju në dorë, kur është bërë promovimi i këtij libri, kanë ardhur dy përfaqësues të Shqipërisë, njeriu i cili ka hap klubin e parë në Shqipëri dhe tjetri kampioni i parë i Shqipërisë. Dhe ky kampioni në promovim në bibliotekën kombëtare thotë, ja e ka fotokopjuar librin,
Thot, ky është libri i Dirësëmodhit i cili më ka ndryshuar jetën mua dhe shumë trejave dhe trive në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe ajo ishte satisfakcion për mua. Dhe sa ore thëmë, më kujtohet fjallë të tina, dhe sa unë rësedna. Po tash, ky bodybuildingu tingëllon pak, unë kur filloj emisionin tham, Odeoni, është fjale vjetër i lire, është Oda, është nëna e teatrit. Në kejtë botën, në qytetet të mëdha, ka teatro me emrin Odeon. Edhe mu po më tingëllon ky bodybuildingu sikur nëna e fitnessit pak a shumë. Në fitnessi fillon më vonë prej këtyne, apo ka fillu me? Si terminologji fillon më vonë. Ma vonë. Mirë po, me marrë në mbrendim e këqyrë këto e në shukër vlla e motër. Vlla e motër. Vlla e motër. Janë disa specifika të shtimeve, po ato nuk janë shumë transishme, sidomos për bisedën e së. Në librin e parë, pa tjetër ju i keni dhënë edhe fotografitë e mundshme, se forma e vetë me mundësis se si fillojnë ushtrimet, si vazhdojnë, pastaj sigurisht përmbajtja e ushqyeshmërisë, intensitetit ushtrimeve. Kejtë është përfshia ajo. Të gjitha janë. Të gjitha janë përfshia aty dhe me kalimin e kohës në vitin 93 kom botu pastaj librin e dytë. Librin e dytë. Dhe aty të kom treguar variacionet e ushtrimeve për me pasuru edhe ma tepër librin e parë. Sepse pasurohesh edhe vetë, a? Absolutisht. Tash dole edhe në përbotë. 86 dhe 98 unë kisha marrë njohuri shumë maja, shumë tjera, shumë. Tash kur i morë këto njohuri, se mu më intereson edhe për veten time me dëgju dhe me mësue, besoj që e dëgjojnë edhe mësojnë edhe të tjerët. Në historikun e zhvillimit bodybuildingut, kishte ndonjë fillim dikun, kush e ka fillu këtë? Amerikanë, anglezët, francezët? Në këto e kanë fillu anglezët. Anglezët. Eugen Sandovi është njeriu i parë që e ka shkruajtur librin në vitin 1925, në fakt ajo është botuar në vitin 1930 me titullin Bodybuildingu. Aty ka fillu. Ky lloj sporti, ky lloj. Aty ka fillu dhe ka fillu pastaj në Peshtet. Tash ka shumë klube, shumë libra, shumë. Unë jam konë. Tash janë mundësi televizive me video. Sigurisht, po unë jam konë shumë interesuar dhe jetë shumë për lexim shumë. Unë në kohën derisa kam shkruajtur libra, unë në disa shtëpi botuese në Ish Republikat e Ish Jugosllavisë domon. Unë kom pas emri ka qenë aty dhe mu ka pas rrotë që nga shtypshkronja më kanë çuar broshurën me që gjithsesi me lexu. Të jesh në trend, në rrjedhje të ngjarjeve dhe të zhvillimit të këtij lloji sporti. Librin për man ky është këto ja konstruo veti obligim dhe e kom pas obligim me bëu këto. Sepse me qenë se kjo është i fundit, a? Unë po, me qenë se unë konsideroj si krijues. Po sa shkruan edhe kujtime dhe përjetime. Me shokët e mi, po, unë e kom pas obligim këto me qitë. Ky libër në emsa për dijen duhet të opinionit, ky është përkthyer në gjuhën angleze. Dhe është në sa vende? Dhe deri me momentin kur po flasim ka shkuar në palestrat e 23 shteteve të Evropës së Botës. Ja, zakonshme, shumë e bukur. Në realitet, sa po i bjen, sa libra i ke shkruar deri tani? Po, unë 3 libra, e 4 e përkthyme është. E 4 86, 93 edhe 2019. E përkthyme në. Po më son pyeta ka përfunduar sepse përgjigjen kemi marrë negative. Nuk e pyes asnjëherë. Unë ju llogaris në radhën e njerëzve, jo vetëm sportiv, po krijues, se sportistët janë krijues. Ju në anën tjetër jeni edhe krijues se keni shkruar. Jeni autor. Ju në realitet jeni autor dhe kreator i një gjëje shumë të bukur që quhet bodybuildingu. Mirë, këtu e ke quajtur edhe fitnessi kosovar, kujtime dhe përjetime. Unë absolutisht përgëzoj për këtë gjë dhe për mua bën pjesë gjithmonë tashin në radhën e krijuesve. Edhe besoj që edhe pse i ke bërë 37 vjet, sigurisht nuk i nalesh kësaj pune, ha? Faleminderit shumë. Ishte kompliment i mirë. Dhe sikur të ishte real. Në vitet e pushtimit e mbaje klubin, ha? Po, patjetër. Patjetër deri po e mbaje vetë, privatisht me forcat tua. Po, normalisht. Normalisht e kemi punu deri në ditën kur faktikisht na kanë dëbuar nga shtëpia dhe këtë kemi pas mas 3 muajve mi kthye. A gjeta ato? Kemi filluar. Po mirë, kemi vazhduar, domosdoshmë s'ka pas pengesë. Pengesë për mua s'ka ndonjë. Po jam shumë kongullës në jetë, aty ne kam dobësi këto. Nuk dorëzosh. Ato që i duhe, si njeri dhe një diçka që i duhe si send,
unë I du me vërtet. Po ato që se du, se ekziston për mua. Zonjes, a ja ke tregu këtë? Besoj që po. Edhe me veprime edhe me në jetë, e pas në film se ju ka përkra shumë. Faleminderit që e përmendë zonin, sepse emisionet do të ishte I mangët se kur mështë të përmendë ato. Me pa tjetër. Se ajo ka qenë kyshore për komgullësin teme për me shku manina. E shtylla jo dhe që shpis, do më thonë, po edhe... E shpis, po se po, por në qo se mere për punë karrierin time. Shtu ka bo barë, po ta ka lesu gjyshmen. Absolutisht. Ajo edhe në film të regon, I ka marrë teatri do në thashë, 200 metra ka në shfin. Ka kalu qasajt e ka porta e klubit, ka shku të me që fëmijun të mjeku, me temperatur, ka anshpi, unë s'kom ditë këgjon. Gjdo femën, atëherë dhe tash, kishtë tërkin dirë më unë e ajë, Qka je, ka barë? Që djali smut, ja, qika smut. E se vetë ka dash që ti të kesh sukses në atë pasionin tëndë. Dhe falenderej pa mos, do thotë, unë nuk do të isha që ky që jam, atë sa jam. Si e ka emrin zonja? Nejmije. Zonja Nejmije, të përshëndesim e të përqafojmë. Sepse ka pas vetëm një, ka pas edhe rashte të tjera. Ka pas edhe rashte kur disa, po një shok sidomos, kur është martu e ka braktiskës për, ka qenë shumë dhe mu ka dhinë të muaj. A u dërzojshin do, a? U dërzojshin sepse... Se ka dhe do që si në martu të na e kanë lënë edhe mjekësin. Ka do që ashtu në. Ajo u ktheva pas luftës dhe përsëri vazhdove pasionin tënd. Pa tjetër pas një dërpremje pas kërë që ne për 50 e so vjetë për kërë që këmë ushtru une. 50 e më shumë vite, a? Ma shumë, gati 60, që se morë me ato peshat e ato hershme, që se I riki se fillu. Nëse më lidhen krejt, lufta, vdekja babajt, nonës, ngjarje e tjera, krejt nuk janë 2 vjetë pauzë. Nuk janë 2 vjetë pauzë. Me gjithë pushime vjetore. Zbesoj që janë ma shumë se 24 mujë. Po, pra ndaj e ka që fit kështu në... Po... U ktheve në Kosovën e lirë dhe mbaj mend që në Pallatin e Rinisë ke bo qudina, me bashkëpunëtorët shumë, po ke bo qudina prap me pare gjepi, me përkushtimin tëmë. Shumë e vërtet është edhe u kallë me 25 shkurt 2 mitës u bo shumë me hi klubi. U mërzite? U mërzita te mos. U mërzita ma shumë për fëmi se sa për veti. Sidomos djali jemi madhe, ja nisi me qajtë edhe tha, a I e kapi nonën e vetë për qafe, e thash, gzim. Thash, për tepi besën, thash që I këmë e bo klubin edhe matë mirësi që ka qenë. Me ju thonë të drejtën atere, jo që s'kisha kufrar baze për ato që e thash. Se s'kisha as lek, s'kisha dëmonë, s'kisha kufrar mundësie, po e thash, po me gjithat e ja rritë. E riktheve për sëri. Tani është një palestër që Edhe ajo vazhdon të jetë në Pallatin e Ri. Aty është edhe sot e kësaj dite. Edhe të pres me ardhë një kafe me pije me këshyra ambientin. Me patjetër se pak para se me u kallë, që thojmë na, para se me u ndez, kam qenë. Kemi qenë bashkë dhe jam fascinua atër me gjithat punë, me atë përkushtim, me atë pasion edhe vazhdon. Keni shumë antarë? Kemi antarë shumë edhe ajo që mas shumë të m'imponon është që kohën e fundit përqindja e meshkuj dhe femna ka nis gati edhe pak kohë edhe do të barazohet. Në u barazu? Ne kemi pos përqindjen për shama të fillim 10% femna, 15, 20, 35, po ecën. Dhe ne aty, na ushtrojmë të ashtë kemi trenirën e veçantë që ushtrojnë edhe fëmijën adoleshent. Sepse unë e kom për herë të parë në Kosovë 2016 shkollën e fitnessit për adoleshent. Ajo është aktualisht të punu. Sepse prind po vinë po ushtrojnë për veti dhe presin fëmijën derisa ata përkryen, në fakt presin, njëjtën kohë dhe përshkojnë. Dhe është mrekulli e Zotit. Me që jemi tek ajo, po rritet numri femrave, tash më shumë përkushtuara ka fitnessi, se besoj që bëjnë shumë muskuj. Po a kemi femra me muskuj? Jo. Jo, se programi na e kemi... Edhe mos na I pregaditni se po na rrehin ku në na... Programi është I paracaktuar për zhvillimin harmonik dhe proporcional të trupit. Jo krimi I muskulaturës. Natyrisht krimi I forcës, qëndrueshmërisë, fleksibilitetit, e krejt këto
por jo krijimi i muskujve. Edhe mendojnë ne njerëzit mos të ushtroj se po krijoj muskujt, të krijosh muskujt nuk është punë e lehtë. Ja. As për mashkull, por Është për punë shumë e femra vështirë, sepse sidomos për femra është jashtëzakonisht mas pari nuk merrem me atë lloj trenazhe apo treningu që është duhet i cili krijon muskuj plas për femra. Tash, a kemi federatën e Po, bodybuilding? federatën e kemi, funksionon. Në kuadër të Komitetit Olimpik, a është kategori olimpike jo? jo? Nuk është kategori olimpike. Nuk është. Po, në kampionate merr një pjesë. Po, patjetër marrin. Sa janë përhapura klube tjera në për Kosovë, se juve pak a shumë si dallëndyshe keni shkuar edhe në qytete tjera. Ka shumë klube tash. Ka në Prishtinë, Pejgja, Ferizaj, po di, mos t'i përmend keq se ka shumë. Ka qenë problem viti 82 kur thash. Se unë kur e dhash, të kthehen edhe s'pa. Unë kur e dhash premtimin atje në Vojvodinë se do të bëj federatën, unë kishëm klubin Atleti, edhe ka qenë një klub në Pej me 2. Kushti ishte 4 klube. Dhe unë që e përmena Besim Alili, Al-Latifi, Avni Ajdini, edhe disa tash sigurisht, edhe ne kemi shkuar në Podjeve, kemi formuar klubin, edhe kemi regjistruar. Shumë Gjako, qashtu, edhe në Ferizaj, e kemi bërë krejt dokumentat. I bot ma shumë se 4 edhe e bot federatën. Dhe tash është problem. Tash është absolutisht problem. Tash është problem është me orientue kandidatët që vinë pa marrë parazysh, a janë adoleshent, a janë femna e moshkuj, në mënyrën e drejtë të ushtruarit, mënyrën e shëndetshme. Ka fazat të seleksionimit ose të drejtimit të themi? Ka fazat seleksionimit, ka faza edhe janë programet e veçanta, ne kemi një diamant, formë diamantit, janë 4 monitor kur janë programet e veçanta për femra, për moshkull, për krejt. Do më thënë, bëni një farë patronazhimi kështu? Absolutisht që po. Atë reazhimi me shkuna... Po edhe na uzimet, unë shtroj 4 të në 5 herë një altë. Sot ma ki bësh një trening. Au? Ma ki bësh sot. Po jo, Po ban. Dhe unë aty ushtoj për veti dhe uzoj njerëzit që janë aty. Nuk jam trener personal, sepse jam djemt aty, edhe është e trenerja, por ju uzoj mënyrë volontere kështu. Dhe edhe për ushqim, edhe për ushtim, edhe për krejt. Dhe nga klubi jonë, zakonisht, po kësisht e zakonisht dalin njerëz që dalin të shëndetshëm. Pa lëndime dhe pa probleme tjera shëndetësore, ti e vetë mjek e din sot aktualisht me çka njerëzit mund eventualisht mirën. Absolutisht. 60 vjet efektivitet në punën tuaj, edhe sa numra du të mja qitë për me kuptu moshën tuaj? Qiti 60 vjet punë? Edhe një 14. Edhe 14! A duket më i viki si 74 vjeqar? Tash mos na shtyjmë të shtime... E kom lezu një bestseller Ikigai. Dhe dikun kuptimi jetës. Muj me thonë tash edhe qka shkunat që atot për kuptimi, që është kuptimi jetës. është i kënaqur do t'jen edhe është me fat ai që numëron vjet. 1, 2, 70, 80 sot numëron, është me fat. Ai që ndërpren me numërimin është i pa fat. Po. Absolutisht. Kuptimi i jetës te bukuria e jetës, te mrekullia, po edhe te numërimi, edhe të që ky numërimi mirë. Normal. U bafsh shekullar. Shekullor, po. Ja, unë ty të dëshiroj Moses, 120 thonë. Kuptimi të tash, me si që përmene, kuptimi jetës e mas ati bestselleri në kupton kënaqësia e të qenurit gjithë një i zënë. Që do të thotë që gjithmonë ke për krijuar, për punuar aktiv, sikur emisioni gjithë që shkon çdo javë që punon sot, nesër, mësnesi. Sepse të gjithë ata që e ndërprejnë rrugën e ecjes, ata duhet me dalë tash pastaj sikur treni. Si të nalet rrin, pastaj ose duhet me dalë pe shinave ose duhet me quhe në kurisht. Në kurishten. Zotri Idris Humolli, njeriu që absolutisht është bërë këtu e 60 vjet më parë ka filluar një rrugtim që e ka bërë emblem Prishtinës,
emblem të këtij sporti, emblem të Kosovës, po sidomos të Prishtinës. Po kthehem veç pak. Si fëmijë, si e kujton Prishtinën? Prishtinën e kujtoj me rrugë, me bajt, me loq, nuk e di cila fjallë është e përshtatshme, e kujtoj Vellushër, Prishtefkën, po Vellushën aty mas teatrit Dodona. Çfarë lodrash kishit? Çka lunet kur ishit krejt fëmijë? Luajshëm nuk e di as vetë, me dos. S'moj me paramendu, po çfarë Prishtina që po tregoj, unë në shkollën fillore na pe shtëpisë 200 metra, shkolla e Naxhika tash, që është aty do mund krejt i bon diku 300-400 metra. Unë pe shtëpisë edhe kum posë edhe 2 shokë aty, kur shkojshëm te ajo reka aty, çizmet i mashëm i lajshëm as pari çizmet. Pastaj do kemi shkuar në shkollë se ja e pjesa kon pak më e shtruar në kaldërëm, që thon knena kon këtë lloç. Dhe çaja kon rinia, çaja kon pjesa adoleshente e jura. Po më pas një rini pak, kur fillon me studiu juridikun, ju keni qenë edhe student i shkëlqyer i juridikut, keni punu si jurist më pas? Po, unë kom punu 35 vjetë në qendrën e studente. Jurist? Po, si jurist, kom punu një kohë gjatë si drejtor i zyrës ligjore, dhe jom pensionu në 5 vjetë e fundit, kom punu si zavend drejtor i përgjithshëm i qendrës studente. 35 gjenerata e kompletir. Pjesë e bukur edhe kjo, me të rritë, me rinin, me... Jashtëzakonisht. Ku e njofte zonjën tënde? Zonjët e, kur të shef ajo emisionin, zonjëve ka me thonë, Idris, kalzo drejt. A, kalzo drejt. Idris, kalzo drejt, pra. A dikte. Kalzo drejt. Shqo, unë nuk më post rast me po para fejjesës shoqen teme. E kjo është ajo. A s'ke pas rast me po? Ja, absolutisht jo. Po? Jo. Ta ka që zotit mirë, ashe? Njeri mirë, me shpirt mirë, e pash në film deklaratat e saj Indoqa, edhe për fat mirë edhe regjia, kur ne po flasim, na jep pak sekuenca për këti filmi, besoj që nuk na ndalojnë, në? Ajo është një grua e mrekullueshme, është një nonë e mrekullueshme. Unë e kom djalin 50 e sa vjetë, tjetri ka 40. Ajo kujdeset për ta si për mesën tonë që kemi 7 vjeqare, 6 vjeqare. Akoma, ha? Akoma rrënë, shumë të përpik. Qumështin, qërapat, kjo. A përdojnë këto, nëri të boj këto, që merë një banune, merë që to, a përpeqen që kjo, dhe më është jashtë zakonisht. Une kam shumë familjarë që një, po, është e veçantë. Është e veçantë. Jo, që është e jamë, që familja e rrëti gjonë e di që është e veçantë. Që the, nuk është veç, jo veç që është e jemja që the, ajo është e veçantë edhe që është e jurke, absolutisht, është gruja një njeriu të mrekullueshëm, Idris Humbollit, një sportist, unë thash një emblem e Prishtinës, një jurist, në ditët e demonstratave, a ke qenë jurist në qendër? Po. Unë e ku shku me 22 dhjetor, 80-ës kam qenë aty, dhe ma 3 muaj bon demonstratë. Të gjithë kanë thonë Idris, te edhe që ka bo pe që edhe në punë. E solle në vete. Absolutisht. Po, kam qenë edhe kejtë ato trauma, ato që kom paunë, s'kësha pas qëtë me pakur kështë. I kujton vështirë. Se da kemi nejtë aty edhe ditën edhe natën edhe ka qenë... E vështirë, shumë. Vështirë, jeta është e tirë. Shumë e vështirë. Gjatë luftës ku përfundove? Gjatë luftës përfundova në Teto edhe në Norvegji. Në Norvegji pastaj? Sepse para prakisht kishtë shtue qika jeme edhe dhondri atje, sepse i debun nga puna, a i dhondri met pa punë dhe pastaj shkun ata atje, e na kemi shku pastaj. U ktheve me njëherë, apo qëndrove? Jo, me njëherë këthy. Momentin e pari me këthy. E jeni këthy me njëherë? Ti njef, nuk e di sa të është kjo interesant, po Osmandishën. Osmandishën? Sot jemi shkru me të, dua ti duar të kas prej këtu absolutisht. Një gazetari mrekullueshëm, le ta themi se moshat e reja absolutisht mund të mos e njohin, i sportit, po gazetar me absolutisht, me vull, me i cili e ka një vajzë që i ka këndu shumë bukur, nuk e dia ka vazhdu me këndu ajo, edhe Osmandishën u takova atje?
Jo, që më taku, po ishte një numër kë mu ishëm me kontaktu kur po kthena në shtëpi. Unë e thesha për ditë, e i thomë një ditë, më fali për zotni, thëmë, a bon me të ati temni se u po do të pi fillimi me kazusët. Unë jem tha Osmandisha. Thash Osmandisha thash, a di kush e mune, po. Thash unë jem tha, thash i dirë së mole. A i tha, ti je qaj që po më lodhë për dita? Lebre, tha, po, zotë. Po, prit për burë dhe pak, se me zonjën e nderuar, të cilën absolutisht e respektojmë dhe e dorë trokasim edhe njerë se njerëzit të bëjnë gjëra të bukura që e sublimojnë emrin non, do të gjithmonë mi dorë trokit. Sa fëmijë keni bërë? 4, 3 djem e një vajzë. 3 djem e një vajzë. Po. Ati tamam shqiptarë, qësh kanë pas qek kështu, aj? Vajzën të fundit? Jo, vajza është e dyta. A dyta? Besniku është i treti, ky që është trajner personal. A kanë shku rrugës tënde? Me nutricionizëm, intolerancë ushqimore, këtë ky është, besniku është... A kanë shku rrugës tënde? Magjistër, besniku ma ka kalu. A ju ka kalu? Po në botën e sportit? Në aspektin edhe teorik edhe praktik, edhe unë jem shumë i lumtur që ma ka kalu. Po një që të shumë kalu. Ne jem ka shku lauta, shumë kalu lauta, që është një profesionist që... Me folë për juve dhe punën tuaj, vërtet duhet në emisionet të tëra, dhe unë e thamë, kur asnjëherë nuk është të thamë për të thënë dhe për të dhënë të tërën, sepse ka shumë përmbajtje, edhe kjo është mrekulli. Mrekulli është që të kishim edhe musafir me këtë përmbajtje, a je i lumtur në këtë me përmbajtjen e jetës tënde deri më sot? I lumtur jam. I lumtur jam edhe faktikisht unë e kom plotësuar ëndrrën time. Fillimisht ëndrrën për hapjen e klubit parë dhe e kom plotësuar ëndrrën time me familjet time, me punën e fëmijëve, me edukimin e tyne dhe jam shumë komod, jam shumë rahat jam. Dhe në këtë ëndër të plotësuar prej Norvegjie je kthyn çet Kosovën, ku Balta është më e omël se mjalta, asnjë minutë spritë, Ne kam të nashtë të gjithë që i gjithërin që përnalin fëmijë, atje, sa që jam fregu. Une jam shëshnu me një shumë të mirë dhe ati i kam thonë, Sadik Okamin, është nipi me të shkrasnisit herojt të popullit. Sadik të lutem, thua ju bindi, le të vinë shpe, se pëmdo këtë që këta... Po hezitojnë. Po hezitojnë. Dhe i falenderoj atje ku është Norvegjia që ka një mua dhe i këma ardhë. Profesor i nderuar, zotëri Idris Humbolli, ishte mrekulli, ishte shumë kënaqësi që të kishim musafir sonte në dorë. Faleminderit shumë për ftesën. Na keni thënë gjëra të bukura, na keni shtrue edhe në aspektin viziv edhe praktik edhe teorik, një pistë ku të rit e të reat e ata që pretendojnë këtë rrugtim e kanë të shtruar edhe cakun e kanë shumë më të lehtë. Shumë faleminderit që ishte me ne. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ju. Faleminderit.
Një ka me nejtë parë një porë. A, pse s'ke në Gjermani? Unë pas me shku për anullova. Se anullove? Ta shty shkabrel herë që të tejtë se pa mërzit në atje s'përrijet pa shatu. A po, a? Po tybe. Pse po mërzitësh? Po s'përrijet atje, puna, sa pun më para hatë kër me bo Që pare. ka jetu punu, po ti je piktor, ti je artist, ti je... Këta të zanotë të senë s'këshim pas vyheq. Sa pare dhe kom vëllo, krye pikturën, më theke baba, në hangë shbuk, theke ti pishin një vijavë, unë theke hongë shamut me kapuq. Edhe kur, vëlloj, një qenë, të pikturë se këmë Jo, a? Ja, krimit, herë po mjef ti pare, herë s'po mjef, ja nej, asi senë kur hesh. Ja risa në bërë se jëmë Gjermani, po të në ke bërë që me hongë goga. Dikur. Hajt po zuti, për ta që t'ke riskin. Shka s'kom punu, bre. Po, a? Se, qëre, bargjysh jam kish pas bon be rajshëm, edhe kish pas vrojgjën me pare. E thoj pe angëshin nipat, stërnipat, kur s'na ka hecë morë. E prova ne, së në bëjsha pare, para me do këmë morë piktu i qenë që isha në Gjermani, është që isha Gjermonë kam. Po, a? Se po se dhe i kena jem. A jo, a? Që ta shkom ronë profesion temin. Ha? Ta s'ka të zëjqë. Qashtu, hajt. Që isha qenë për Gjermani se Gjermonë ka t'jedin. Martohen një fmi ose heqë. Tash është dalë moda, hecë po dojnë fmi. Jo. Fmi po dojnë, da, po burës po dojnë. Kosovë se dijon që shto. E ta shkati? Gjermani po, që. Ishtë dalë na e mi faligji, po edhe në Kosovë, po ja bojnë që shto valohet. Jo. Po po shto, vish pi morin mas që të jetin në Zvicër, tak, si t'ja bani fmi, raus, për jashtë po jeton si beg. Tash në Gjermani se di sa jemi teknologi. Se jeti me teknologi kjo shlek, po se di sa mervesh. Ishtë dalë na em me bon fmi, me anë të, me realizu shtatë zanin, po flasë pak se kjo me gramatik, me anë të injekcionit. Në po kalinë. Zënë me po shvipët, zënë me po zhurat të me të abon langa të krytë, Me të ku realizoj ke shtatë zania me anë të injekcionit. Po, in vitro qanë. Na po ka e këti tarokit këto. Ja! Më nëjmë, po se këmë Qati po jep në kësia, Po, ja, ta shka të zëj, një farë turë kjo kam jaran. Po? Ata përshëndes. Po? Qetër përshëndes se kam jaran. Hajrolla abi, qëlla po shkën. Nasë sëmës e mësënës, jërëdën më, ben naim, lebir belik të im, sana sadigje, selam vër me kistërdik. Qka thamëre? E përshëndeta naim se kam jaran. Po, i një kum po. Që i pas kem su do fjalla? Nuk punoj ke turë kesh, mu steqet veshën vesh, por e lam, shka o bombre. Ha? Tha ti Kosovës, tash po, tha hajde mas meje. Ish një farë një njëra të përshëjtje. Por e kom kujtosh që edhe ki kontakt me gropa, jo, atë takuna me të jo. Po po stishë në ordinancën vetë, ata vë kom shtu, thash Kosovë Albana, thash jam në Kosovës. Kur i thash Kosovar, tha bashkë që si po mirë. Race mirë. So fmi, tha e një familjaresht, thash 13, thash gjallë. Boba i kotat, edhe dhe i kanë dikë lindje, tha ti po mirë. Mi kanë bo analizat, mi morën mosat, tha piko bella koke. So kushtat, tha një mjero. Na em. Tash e nënshkrujt ato. Pe mershe, vish s'kishe drejt me po fmin. Jo, a? Me dit ku po, për shemë në cëllin territor, për shemë dërë mi shit minhen, po ne kum bo krejt Nürnberg. Po moj mët një 200 kum shit dhe i tash 2000... Pat moj s'kan milion. Ja, po t'kall zej 2035, aty gjitha Nürnberget është e jamja. Mirë. Edhe moj e menshka për tha, mas 10 vjetë kanë mjallu emnin, tha një logjës, kalem baba. Kalem baba. Që për më shojnë s'kito. Jo, s'ko ke mirë me mente. 200 shite i kum bo. Ka një euro në konto me ta qit, 200 euro. Ka 2 euro në kontrol të abonë. Nja se din të kuna janë, po Bob si a qesin. automatikisht me shtet. Kalem baba veç ohoho. Jo, valoj, bashkë. Ma pruni zëtë me popore të bo. Ku keshtu kazu? Po mi atë marak na e viq me ditën, soj kam qika sot jem, se kështu s'pa mani fërta dhe. Veç më sarra se qëre, po thujnë është pare e letë, na jem veç valoj sfitu e dinori kalaj. Jo, a? Elone, qëtash... E ki fjallën euro sa ati ale me dinara? Që nja 2-3 muj miri, edhe më ka pak për mërzitla. Hajt, kalzojnë veç një E sen. vladi edhe më shumë nëj. E vladi? Miria, një e ka 2 lomës në populatorin, ka një, ka në 200, pa i po kërë. Qëre, une e kom ditë që nuk je bash mirë me men, veç që për një me je... Po e që ta shkëm popore, I trantë nuk e kom ditë.
Vallaj që është po bëjshin parët. Djeve se, kështu, me gjitha të, kalzo që je më lerë shumë i mirë, kështu. Më lërë, shtu me lyja, a piktur, po dhe me thonë. Piktur. A po, është ka thaja shura theft, aja grimera, që pëtëm kafe. Që? Kukonon, kalemi tha, ka gëldisht në ka puls më martu me mu. Në men, shu, hej. 200 fëmijë të Snënbergu. Edhe 200 pritet edhe në vitin ashtë. Aja dhe ke s'ka puls. Haj, kuku për mu. Eshta me të vetë miri. Po që ta jo morë, u kthejva, thash pare. A më në manë shuë, një dy javdit, Gjermani ta marë. Hajkej. Aja, Kombinim ideal. Zemra ju të fatal. Kombinim fatal. Mirë mroma. O, bën mirë, gjon keq. Ja, bën mirë, gjon mirë. Bën keq, gjon keq. Bën keq, gjon keq. I thash gru, soj gru, kun vendoson të për të nëzeri për dark. Anim për mirë. I qoj unë për pjetë. Apo të të nga qenë në ty me mëzirë në mshëtita. O, bobën e mirë me nova. Oj, gru nalë. Që me nova me shumë në restoran bio. Hojnë diçka bio. As nuk troshëm as kur gjë. Pse trosh për do këna në ty janë? Rëzë nuk piri e që piri bobën tem. Mirë shumë. Ina të boba dhe sho bob qa po bën. Mirjam. E vaj. Dhe. Bob më s'ta ka prishna i kush. Kush më prishna? Por? Bob, qka ki? Hajde dash me djolin po du me qitë një dork. Ja, unë e buk hatë shpia të vish milen porët e dork. O, s'pa ndima, Bob. Ploko është si fëmija, kanë thonë. Edhe fëmija si ploko. O, Bob, qka ki që po buesh nervëz? Kur gjo birë qashtja komtare. Qashtja komtare dhe është janë institucionet i zgjidhin. Jo birë, po mbrenta se qashtja komtare i arrestun të ata më prizeren Pelegrinet edhe në Gjakov, hop, ilshun. Oficerët Serbis ata. Po, të bëjnë sigurim shtetëror në Serbi. Ilshun. Ta sha Bob, më së merbe me politikë. E regullojnë ata. Nuk është ta politikja. Kjo është si shqiptar të po më dhemë shumë, çështja kombëtare është në pyetje. Po. O, mos u merresh me politikë, hajtë kallëzëm ti çka është për politikë. Politika është kur partitë shqiptare bashkohen të gjitha në një vend dhe i tregojnë boqës dhe Evropës se shqiptarët dinë të qeverisin pa listën serbe, pa minoritetet, me kryeministër Kurtin. Shqiptarët dinë, duan, po s'po dojnë a Bob, s'po dojnë. Sa po thujnë, kulti është me serbë, po thujnë kulti është Cernagër. Ky u qupi dhe haj vona jeni ju. Haj vona jeni ju, hajvan je dhe ti. Kush, unë ja? Po dhe ti ju në e hajvan. A i ka thu? Po po t'ka zej drejtë dhe ti e hajvan. A e ti pse? Pse jam hajvan? Se e len hajvonin morë në emision. Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Ajo është tepër e talentuar. është një vajzë e re, e bukuroshe, që na vjen nga një cepjat dheut, sonte për të promovuar dhe kënduar këngën e saj. Për ju, për ne, për të gjithë, Elanda Halili! Hajde, Elanda! Si, Elanda? Mirë? E ja, të minua? Si, Elanda? Mirë, Si a kalon? shumë mirë. Në klasën e? Tretë. Klasën e tretë. Në Kuks? Po. Ata që janë shumë më të vjetër se ty, e mbajnë mend, ka qenë një këngë e bukur, për mu ka qenë e bukur, po dikur, kur ne s'kemi ardhur dot në Shqipëri, edhe me këto gjëra s'do të shumë t'ju ngarkojmë, po historinë do t'u rrëfejmë, ka qenë e Kuksi trio, 20 vjeçare, po ishe ndritje, dhe unë e këndoj gjithmonë kur hynë kufi. Nga dashuria për Shqipërinë,
edhe për kuksin e bukur. Sa që bukur është. E rrethon liçeni, i bukur është kuksi. Tani me rrugën e bukur shkojmë anë Tirana, në Prishtina, ku të duam, Edhe, më thuj, kur ke fillu të këndosh? Unë kam filluar që 5 vjeqe. Që 5 vjeqe. Kush këndon për i familjes, apo je e para? Jam e para. E para, pse? Mami, babi s'këndojnë? Jo. Vetëm Agja. A vetëm Agja. Si quhet Agja? Minir Halili. Minir Halili, që do të kafin me që këndon. E babi se ka emrin, se... Izmir Halili. E mami? Gjevahira Halili. E pse po thu Gjevahirja nuk i këndon babit në vesh në njëherë në mbrëmje? Se ke bërë këtë, pa ke bërë, a? Ajo? Apo se dja të gjë? Ty të zëgjumi, kështu në... Mirë, Elanda, ke këndu në shkolla, po? A ty ke fillu? Jo, kam filluar, më kanë marrë që 5 vjeqe në Kopësht, në Pallat të Kulturës, më kanë marrë vetë. Të lutëm. Qëfar këndësh të këndush? Kam përfni këto, po. Ke realizun do një këngë, do një klip deri më sot? Po, unë sot do të këndoj këngën Gajde Gjiu nga Juliana Pasha. Gajde Gjiu nga Juliana Pasha. A do bësh si Juliana, një zoj mrekulloshëm, një këngëtare fantastike, që ka marrë pjesë edhe në Eurovision edhe, Po. Po kush janë idhujtu kështu në jetën e përditshme të muzikës? Emra? Mua faktikisht më pëlqen Elvana Gjata, sepse edhe më përshtaten këngët e saj, edhe më pëlqen nga muzika, sepse si këndon, si e... Do më thënë hip-hop R&B këtu, Edhe në një klip ku këndon ajo dhe ky babastarsi, Geti, ku thot ai Elvana Gjata që të pret si shpata me kom të gjata, veç një gjë kam konstatu në atë klip. Unë e kam lujtë si statist, mere me men, por 2 gjëra i kam konstatu. Elvana nuk i ka kom të gjata, edhe Naimi nuk është i gjatë. Mirë bukur. Sante po këndojmë këtë këngë, po këtë këngë do ta këndosh me superpozim. Po. Po kjo e bukura, këtu do ta sprovojmë. Po me të lodhë se këngëtarët kur të flasin, kjo nga përvoja ime, mbaj mend për të ardhmen, sa të flasin më shumë, e dëmtojnë zërin. Nuk do të flasin shumë kur e ka ndërmend me fol. Me e këndu. A promovojmë? E landën sante? Si një nga këngëtarët që ka këndu në ti ke marrë pjesë në këtë gare Talent Show. Nga më të mirat, nga ato 3 të para tje. Nishi, 2shi, 3shi, apo nishi, 2shi, 3shi janë një? Aty janë. A se di? E din ata të tjere që kanë vlerësu. Rëndësi ka që të këndojmë, ta shijojmë skenën, e të këndojmë bukur si që këndon ti. Na kemi me t'i dhonë dorë trokitjet e botës. Kemi me a dhonë Elanda Halilit. Faleminderit. Në mënyrë që nesër ta shohim në krejt ekranet e botës si një ylli madh. Faleminderit. Elanda, skena për ty. Të lumë të dora, Gajde Gji o djaliri, sot të erdhi ora. Bjeri Gajdes Gajde Gji, bjeri o të lumë të dora, Gajde Gji o djaliri, sot të erdhi ora. Bjeri Gajdes Gajde Gji.
finale. Zënë e zotri do të vinë një zë i talentuar sonte për të promovuar këngën e tij. Për ju, për ne, për të gjithë, Gzim Medeci. E Gzim, mirë se erdhe. Mirë se i gjeta, faleminderit për ftesën. Si e Përshëndet bëri gjithë stafin e Odeonit, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit, Një përshëndetje spektakël edhe për jashtëzakonshëm. ty. Faleminderit shumë. Respekt. Si e Gzim? Mirë, faleminderit. Si po shkon kënga? Po mirë, po ecë, mirë. Kështu ke fillu që herët me këndu, si i ri? Që 9 vite. Që 9 mirë. vite, e? 9 eventualisht, 9 gjysmë qështu. A- Miremi me mramje muzikore, me darës ma ndryshme. E ke grupin? Neja ahëngje, po, po. Do më thonë, thuj, E e kam kam grup. grupin si ti, që shtu kombinohemi kur E do. kam grupin, po. E kam grupin që kombinomi, edhe shkojmë në për darës ma me ta, cilë ti përshëndes shumë. Janë Edon Jahiri dhe bendi jam, që i marë regullisht. E po bukur shumë. A ke realizu shumë këngë deri me sot kështu? Si këngë I kem me bo do klipe? live, po edhe me klipe, edhe kryesisht live, live? po kryesisht live, po edhe me klipe kam ca këngë, tash jam i tu i përgatit edhe një 2 balada, A, po bukur shumë. pastaj do vazhdojmë për sezon edhe do këngë tjera. Me kanë bashkëpunon Gzim në... Kryesisht bashkëpunoj me Kresnik Avdiun, të A kështu me si në Niko, na Niko! Gjithashtu është një të këshru shumë i mrekullueshëm, që tash i ka bo këtu 2 baladat e mia, është Arben Beja, cilin e përshëndes shumë. Orkestrimet e këngëve të mia i bën Krisnik Bajrami, Studio Fisi në Prishtinë, që Në përshëndesim ato shumë. Po. Me bashkëpunoni me Fisin? Po, me Fisin. Vini Fisi. në vazhdimsi bashka? Po, Fisin vazhdimsi, krejt projektet e mia dhe tash I Fisi ka ka punu, cilin e realizu. përshëndes shumë, dhe i thëmë jemi mrekullueshëm. Si do ta kemi verën me dasma, me mbrëmje? Je Mirë, i rezervime, kënaqur? po, mirë. Ka rezervime, po, ka. Ka rezervime E, shumë po, mirë. po. Ahëngjet tona janë mrekullueshme, si të na që i bona Të ahëngjet, lutem, absolutisht. në vese që i bona dy Në vëndi. Gzim, sonte po promovojmë një këngë që quhet? A thu ka pran verë për mirë. A thu ka pran verë për dëgjume, mua? është, po. A ka pran verë për ti? Besoj që po, A po? me emën Zotit veç ka fillu. A ve? Po, po, mirë. E, po, bukur shumë. Do ta bësh edhe klip, apo është këngë e dëgjuar edhe do ta Jo, vendosh? është këngë ndëgjume, veç Këngë e të dëgjuar. shtasonte për juve, që E, të po, bëjnë një bukur atmosferë shumë. mrekullueshme në Bukur këtë shumë. spektakël. A promovojmë? Po, me emën Zotit. Gzim Medeci. Kështu me rënjë je prej? Jem për Orlanit Brajinës. Babe babgjëshën Orlan Brajinës, kurse vetë kam linë Prishtinë. Orlan? Jam i Prishtinës. Ato Orlanit i ne? Po. A pas ka Orlan Brajinës, apo është Orlani dhe Brajinës? Orlani dhe Brajina, janë një 2 vene ndryshme që janë afër njëna tjetrës. A janë afër njëra tjetrës? Po. Në kufi? Në kufi? Jo, këtu janë ana e Gollakut, nej. Po dhe, në mirë, bukur shumë. A promovojmë? Po, djeva, po, po. Na kemi me ta dhënë skenën, duart, Shumë kena faleminderit. mënume me i botu duart trokit dhe të faleminderit. dëshiru gjithë të mirat e botës. Shumë faleminderit. Suksese në jetën, në këngën e të gjitha. Shumë faleminderit, ju përshëndes, shumë faleminderit për ftesën. Skena për ty. Këndrojmë bashkë, Gzim këtu. E po, që më ju thonë edhe juve? Flani mirë, ndroni bukur dhe zgjoni në faqe. Kështu do të jeni, do të jeruj dhe ju bekot. Natën e mirë! Natën mirë, mirë pasin javë tjetër.